Centrifugat janë R9, në Fordow ka edhe R6, ka edhe R9, kurse Isfahani ka gjitha centrifugat R9 që janë centrifuga më moderne. Po. Dhe për të rritur kapacitetin, pra për të pasuruar uraniumi për ta bërë 92%, aq sa duhet për të bërë një bombë bërthamore, pra për ta përdorur për një bombë bërthamore, duhet 92% pasurim. Aktualisht uraniumi iranian është në 60% pasurim. Nuk të duhen më shumë se 10 centrifuga, më kuptoni. Tani kjo puna e centrifugave pra, për të sqaruar për 10 centrifuga që janë aktualisht absolutisht janë. Pra ti vazhdon procesin. Gjendën e vazhdon procesin. Për ta bërë thjesht pra, ti procesin e vazhdon, pra nuk është se ndalet procesi. Gjithtu nuk ka qenë problemi në Iran. Problemi në Iran nuk ka qenë kapacitetet për të ndërtuar bombën. Kapacitetet për të ndërtuar bombën atomike kanë ekzistuar prej vitit 2003. Por në vitin 2003 Irani mori vendim politik për mos të ndërtuar bombën bërthamore, për çështje fetare. Pra në mes një fatve që shërbo. Dhe vendimi është politik. Pra mungon dëshira politike ndërtimit bombën, jo kapacitete teknike. Kapacitete teknike kanë ekzistuar. Sot i ka ende dritan. Kapacitete teknike. Pas ndërhyrjes amerikane se kjo kapacitete teknike i ka akoma, i ka ende, i vetmi kapacitet, pra shikoj kemi gjë, kemi uraniumin. Kemi pasurimin e uraniumit. Kemi raketat balistike, në të cilat mund vendoset uraniumi, pra kjo koka bërthamore. Por, duhet kemi që parasysh, ekziston një ndërmjetëse, të cilën iranianët nuk e kanë. Ndërmjetësja është detonatori, pra ajo që themi faza e fusion, pra ajo që bën shpërtimin, ai është detonatori. Detonatori në këto bomba nuk është një detonatori thjesht, si shihni juve që me shtypje, me përplasje, është një detonator i komplikuar, sepse duhet të bëj reaksion. Dhe duhet të bëj reaksion të këtij materiali, të uraniumit. Dhe këtë lloj ekspertize iranianëve ju mungon. Këtë lloj ekspertize kanë rusët, e kanë kinezët, e kanë koreano-veriorët, nuk është jashtë idesë pra dash logjikës që mund të kenë çuar specialist. Po deri më tashti, shërbimet sekrete kanë konkluduar që specialisti iranian nuk ka vajtur në Kore të Veriut ose në Rusi ose në Kinë për të mësuar këtë fuzionin. Ka pasur specialistë të tyre që kanë ardhur. Por më shumë dyshohet që Korea e Veriut mund t'i japi të gatshme. Pra, iranianët nuk kanë dashur ta marrin të gatshme, pra duan edhe këtë gjë ta prodhojnë vetë, sepse normalisht kur e prodhon vetë ke dijen dhe dijen kalon, pra ti mund të vrasësh shkencëtarin që e prodhoi sot ose që e mori që mësoi ta montoj, por në rast se ti e bën këtë pjesë të dijes tënde, atëherë s'ka rëndësi shkencëtari që ti vret sepse kjo është pjesë e dijes dhe ti mund të vazhdoj të tjerë. Iranianët po shkojnë drejt prodhimit një bombe kështu si. Nuk po shkojnë drejt prodhimit të një bombe, pavarësisht se i kanë kapacitetet e tyre, nuk po shkojnë drejt prodhimit të një bombe. Prodhimi i një bombe është vendimarrje politike dhe fetare në Iran. Dhe kjo vendimarrje politike dhe fetare deri në tashti edhe në këtë moment që flasim nuk është për prodhimin e bombës bërthamore. Pra, për sa kohë të jetë në këtë vendimarrje finale Ali Khamenei, kjo bombë nuk do të prodhohet. Në momentin e rënjes të Ali Khameneit, pra momentin e vdekjes, do kemi parasysh që kemi të bëjmë me një person që është 82 vjeç, pra. Mund të jetojë edhe 10 vjet edhe 20 vjet tjera, apo mund të desi edhe nesër. Në momentin që ky zotëria nuk do të jetë më në Iran, atëherë për atij momenti Irani do të fillojë ndërtimin e bombës bërthamore për arsye se krau radikal edhe brenda lëvizjes fetare që drejtohet nga Khamenei, edhe brenda forcave ushtarake dhe politike të vendit është shumë më i prirur te ndërtimi i bombës, por për shkak se ata sistemi, pra kemi të bëjmë me një demokraci teologjike, që ne quajmë teokraci. Vendimarrja finale është e kësaj teokracie, nuk e ka përcejnë dot vendimarrja finale, dhe vendimarrja finale ka dhënë dhe i ka mbajtur të nderuar, por ka shumë presion të madh politik për të bërë bombën. Dhe ky presion i madh politik ka mbritur edhe në strukturat e kësaj teokracie dhe edhe brenda teokracisë ka pasur disa herë debate për këtë punë, por ka qenë fjala finale e Ali Khameneit e cila ka vendosur këtë. Dhe në momentin që ky nuk do të jetë nesër, atëherë po Irani do të shkojë drejt kësaj bombe. Dhe përplasja me SBA dhe Izraelin do të jetë pashmangshme nëse shkojnë në këtë trajektore. Jo, nuk do të jetë pashmangshme, mund të shmanget sepse mund të kemi një gjë. Në momentin që kjo ndodh, unë nuk e përjashtë pra, shikoj nuk po flas 100%, mund të ndodhi edhe sot pra. Në momentin për të ndodhur gjë e tillë duhet që më parë të bëhet një, ti nuk mund dash thua se un kam bombën, sepse askush nuk ta besonte. Si funksionon kjo? Kjo funksionon që ti bën një test të bombës bërthamore. Dhe në momentin që ti bën testin e bombës bërthamore, ky test merret vesh nga të gjithë. Jep mesazh. Sepse ka rritë jep mesazh. Dhe në këtë moment nuk ka për të pasur më përballje. Sepse kemi të bëjmë me një fuqi bërthamore.
Kjo dalja, vendimi për të dalë nga ky autoriteti mbikëqyrës bërthamor që ka marrë Irani, si është e vërteta, Dritan? Irani ka marrë vendim që autoritetin mbikëqyrës bërthamor të mos e lejojë më që të inspektojë bazat bërthamore të Iranit. Kjo është Rafael Grossi. Po, kurse nga NPT-ja është marrëveshja, NTP-ja është marrëveshja ndërkombëtare për mos proliferimin e armëve bërthamore. Kjo është një marrëveshje e vitit 1960, Irani ka aderuar në këtë edhe më mbrapa. A vazhdon të aderojë? Vazhdon të aderojë, nuk ka dalë nga kjo marrëveshje. Nuk ka dalë nga kjo. Pra nga marrëveshja nuk ka dalë. Nuk do t'i lejoj për inspektim. Por nuk ka lejuar dhe nuk do të lejojë inspektorët për arsye sepse kjo organizatë është organizata e cila ka bashkëpunuar ngushtë me Mossadin izraeli dhe ka dhënë të gjitha të dhënat që i duheshin Mossadit për të realizuar operacionin që bëri. Pra, për të vrarë shkencëtarët, ku jetonin në shkencëtarët, numrat e tyre telefonit dhe gjithçka tjetër, sepse këtë i ka pasur vetëm kjo agjenci. Dakor. Dhe për këtë ta e mbajnë përgjegjëse këta agjenci. Ta e mbajnë përgjegjëse dhe nuk ka ndërprerje bashkëpunimi me të. Për këtë po bëhet apo për të fshehur në një farë mënyre nga sytë e botës atë që po ndodh sot jo, nuk kanë qafrin, pra iranianët nuk e kanë mohuar që edhe dje ministri i jashtëm iranian doli dhe tha çfarë do të prodhoj kjo? Shikoj, edhe dje ministri i jashtëm iranian doli dhe tha që po dëmtimi është masiv i kësaj pune, pra nuk e kanë mohuar dëmtimin, atë që folëm ne, pra dëmtimin nuk mund ta mohosh dot. Këtë. Tash në çfarë masë është dëmtuar, por ata thanë që dia nuk është shkatëruar. Pse thash? E gjitha dia që ka qenë është zhvendosur, është lëvizur diku tjetër. Pra nuk janë shkatëruar kompjuterat, nuk janë shkatëruar dosjet e përpunimit dhe gjitha diçka tjetër që kanë ata. Pra dijen që kanë në të shkruar e kanë. Pra kjo nuk është shkatëruar. Dhe po ekzistoi kjo ti mund marrësh një kohë, ndërtosh një sit tjetër dhe ta ndërtosh pra. Po pse mund të shmanget përplasja apo për faktin se Irani mund të ketë në aspektin që ti e bën bombën smërthamore. Atëherë është shmangur përplasjen, sepse pse e sulmuan Iranin? E sulmuan se ishin të bindur që Irani nuk ishin të bindur që nuk e kishte bombën bërthamore. Dhe duke mos e pasur bombën bërthamore, nuk e rrezikonte, pra nuk shkonte në një përplasje bërthamore nesër midis Iranit dhe Izraelit. Po lejnë ata ta kenë? Po nuk e ndalin dot, tu është gjithë problemi. Pra në rast se Irani e bën sot dhe e bën testin, mbaroi. Nuk e ndalin dot. Pra nuk e ndalin dot. Dhe gjithë kjo që ishte një gabim strategjik sepse Irani ishte nën kontroll të plot. Sepse çdo gjë kontrollohej nga kjo agjenci që folëm. Po. Pra kishin në dieni të plot të gjithçka se çfarë bëhen në Iran në aspektin e programit bërthamor. Kishin akses. Tashmë ti nuk ke akses më fare. Dhe plus e para, ti kishe edhe një rrjet të gjerë, pasi tregoi në këto 12 ditë që Izraeli kishte zhvilluar një rrjet të gjerë spionazhi brenda në territorin e Iranit. Lidhur me opozitën atje se dhe tashmë Irani do të fillojë një luftë, një riorganizim të kundër zbulimit vet, dhe do të fillojë eliminimin e këtyre rrjeteve dhe ti nuk do të kesh më akses brenda një kohe të shkurtër, brenda një viti, 2 viteve, ti nuk do të kesh më akses në atë se çfarë bën ky shtet. Ndërkohë që ti e kishe aksesin të plot 100%. Pra ti dogje gjithë akseset e tua. Pra ti dogje burimet e tua strategjike, sepse të kesh akses në të gjitha nivelet e ushtarake, në të gjitha nivelet civile dhe bërthamore të një shteti, pra do të thënë që ti ke ndërhyrje strategjike në këtë shtet. Dhe në momentin që ti i dje këto, automatikisht atëherë ti ke humbur përparësinë strategjike dhe ti s'ke më asnjë dije se ç'bën ky. Dritan, po kjo oferta që ka bërë Trump, të paktën në burime thonë, domethënë për 60 miliard dollar për Iranin në mënyrë që ta bëj pastrimin të mbikëqyrur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk e dia. Shikoj, e kam dëgjuar këtë, unë nuk është diçka që më jep besim që kjo do të ndodhi. E para kemi një problem të madh. Pra, këto para janë parat iraniane, pra të bllokuara, para të Ky 60 miliardë. Iraniane, pra nuk do të japin para nga xhepi i tyre, do t'i lëshojnë parat që janë bllokuar nëpër banka të ndryshme europiane dhe amerikane. Nuk janë para të taksapaguzëve amerikanë. Janë para të Iranit, nuk janë para të tyre. Pra do të lëshojnë përdorimin e parave të tyre. Është thënë që do të heqin sanksione, okay, diçka tjetër. Jo, sanksionin e parë hoqën ata, lejuan Kinën që të merrte naftë. Trump, domethënë, deklaroi që Kina tani mund të furnizohet nga Irani në kuptimin e. Shikoj, kemi gjë parasysh. Kjo që bën Trumpi, pra shikoj, deklarata e Trumpit është në ato lloj të deklaratave kur është kur unë ty nuk të pyes dhe bëj diçka dhe tash ti për mos të dal bllok, thua unë të lejoj. Kina vazhdon të merrte naftë edhe pse ishte sanksione, pra nuk sanksione ishin. Pra Kina se ka pyetur nuk ka ndaluar, prandaj tashmë u trajtua si heqje sanksionesh nga Trump. Kjo është problemi, kjo është nuk kemi heqje sanksione, do të kemi asgjë. Pra sanksionet kanë vazhduar dhe unë po të lejoj
Po unë deri më sot çka kam bërë? Unë kam marrë naftën ndërtu se s'kem dalur dot. Pra thjesht hajde po tregojmë sikur unë kam fuqi në këtë punë. S'ka asnjë fuqi, e tondi. Dritan, Pra në këtë aspekt, kurse në atë pjesën e 60 miliardë. 60 miliardë është 60 miliardë i tyre që mbet, por në pjesën e pasurimit të uraniumit. Aktualisht kemi një marrëveshje midis Rusisë dhe Iranit për të menaxhuar dhe monitoruar këtë pasurim nga ana e Rusisë. E qartë. Kështu që në rast se kjo marrëveshje do të dhe në rast se amerikanët do ta lejojnë këtë marrëveshje të funksionojë, pra do ta pranojnë pra që rusët të jenë të ndërmjet dhe ta marrin, atëherë do të kemi sërish nën kontroll, pasi rusët nuk kanë interes që Irani të ketë raketë bërthamore, pra bombë bërthamore. E qartë. Dritan, ndërkohë kemi pasur dje një telefonat Trump-Netanyahu dhe regjia duhet ta kemi foton dhe kjo janë burime mediatike në fakt. Ja ku e kemi, faleminderit regjia, ja ku e kemi dhe planin, pra përfundimi i luftës Gaza brenda 2 javësh. Lufta përfundon, Gaza kalon në kontrollin e Egjiptit. Ti marrë me radhë. E para, përfundimi i luftës në Gaza. Atëherë, jemi në një pikë ku aktualisht autoritetet izraelite në Gaza, pra ushtria pushtuese dhe genocidiale izraelite në Gaza. Po. Pavarësisht masakrave që bën, nuk po mundet të përparojnë asnjë biles në këto 2 javë të fundit, pra duke nisur që nga data 14 qershor, pasi Irani filloi bombardimet, Hamasi ka qenë në sulm dhe nuk ka qenë në mbrojtje. Kam parë dhe video. Hamasi dhe është pranuar edhe nga autoritetet izraelite që forcat ushtarake izraelite në Gaza kanë qenë gjithkohës në të mbrojtje dhe jo në sulm. E qartë. Sepse kanë ndikuar bombardimet që ka bërë Irani. Pra bombardimi i Haifës, bombardimi i disa bazave ushtarake, i 2 bazave ushtarake kryesore. E ka dobësuar bombardimi i përpunimit të naftës në Haifa, e cila ofron mban me 60% konsumin e naftës për forcat ushtarake, e ka pamundsuar lëvizjen në terren të gjitha forcave ushtarake izraelite. Pra goditja ka qenë strategjike nga ana e Iranit dhe ka dëmtuar në të gjithë funksionalitetin e ushtrisë izraelite. Dhe kjo ka detyruar që forcat izraelite të racionalizojnë lëvizjen e tyre në territorin e Gazës dhe janë kthyer vetëm në mbrojtje në këtë moment dhe Hamasi ka qenë gjatë gjithë kësaj kohe në sulm. Dhe duke qenë se Gaza, pa pombrime u bën 624 ditë luftime në Gaza. Po. Dhe nuk kemi as nxjerrje të pengjeve, as eliminimin të Hamasit. Por Hamasi është bërë edhe më i fuqishëm, ka nxjerrë më shumë mësime dhe përshkakton edhe shumë më dëme Izraelit në këtë territor. Dhe ju duhet patjetër mbyllja e kësaj, pra. Dhe izraelitët nuk mund ta mbyllin vetë. Sepse po ta mbyllin vetë, Netanyahu duhet të dorëzojë pushtetin dhe dështuan. Por kur ti e mbyll nëpërmjet SBA-ve, atëherë thua s'kam çati bëj SBA, se unë do ta kisha vazhduar luftën, por edhe kjo. Kjo është strategji. Pra ka një pra mund të arrihet mbyllja. Mund të arrihet mbyllja. Se këtë po them. Pse mund të arrihet mbyllja? Sepse mbylljen në luftës në Gaza e kanë ndoshtë e Bashkimit të Amerikës. Aktualisht edhe fishekët e automatikëve që Izraeli furnizohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Gjermania. Këto janë 2 vendet që mbajnë Izraelin me armatim. Dhe me do ta pranoj Hamasi të largohet dritan. Kjo është e para. E dyta, vim te Gaza kalon në kontrollin e Egjiptit. Gaza, Arabi Saudite dhe disa vende të tjera. Gaza ka qenë më përpara në kontrollin e Egjiptit. Dhe kalimi i Gazës në kontrollin e Egjiptit kjo nuk mund të ndodhi sepse të garantohet që nuk do ta pranojnë izraelitët. Sepse kalimi i Gazës në kontrollin e Egjiptit do të thotë që ky territor nesër i përkasi Egjiptit, mos i përkasi më Izraelit. Jo vetëm Egjipti, është Egjipti, Emiratet e Bashkuara, Saudia. Ky është problemi. Egjipti do të jetë kryesor. Egjipti do të jetë kryesori, po. Sepse gjithçka do të kalojë nëpërmjet Egjiptit pastaj. Dhe nuk do e pranojnë. Dhe izraelitët nuk e pranojnë këtë. Hamasi do pranojë në këtë pikë të parë, treta është që kush do ta largojë Hamasin? Sepse Hamasin sot po tentojnë ta vrasin, pra kanë 2 vjet që po tentojnë ta zhdukin. Po. Ndërsa ti thua nesër unë do ta largoj, po ti nuk e di kush është pjesëtari i Hamasit. E qartë. Pra kur nuk i vret dot, si do t'i largosh nesër? Pra largimi është i pamundur kur është e pamundur vrasja. Po a ka një negociatë të SBA-ve me Hamasin drita në negociata ka pasur në Oman, janë ndërprerë, po negociata ka pasur, por në këtë negociata nuk është diskutuar asnjëherë largimi i Hamasit. Okej. Hamasi ka pranuar që kjo po thuash e pamundur. Hamasi në negociatat që janë bërë në të fundit që ishin përpara luftimeve me Iranin, Hamasi kishte pranuar që Hamasi hoqi dorë nga qeverisja e Gazës. Pra pranoi që Gaza të qeveriset nga Egjipti, nga këto vendet arabe.
pra të mos jetë pjesë e qeverisjes Hamasi, por jo të largohet. Hamasi nuk largohet, pra Hamasi vuri kusht mos largimin nga Gaza dhe mos dorëzimin e armëve. Pra këto të dyja sot ti nuk po ja merr dot Hamasit me luftë, nesër si do ja marrësh? Pa luftë. Pra kjo është jetë. Dhe lirimi i penjeve, lirimi i penjeve mund ndodhi. Sepse normalisht Hamasi pranon kështu dhe liron pengjet edhe mbyllet lufta, nuk ka më, por ama edhe kjo luftë duhet garantojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës që Izraeli nuk e fillon nga e para. Pra do të hynë garant. Pra në rast se Shtetet Bashkuara të Amerikës japin garanci, kjo pika e parë pjesërisht është e bërë. E qartë. Vim të emigrimi vullnetar nga Gaza. Disa shtete janë gati të pranojnë palestinezë. Kanë qenë gjithë gati. Në futjen, por problemi është se palestinezët nuk po largohen. Po emigrim vullnetar. Pra, emigrimi vullnetar, sado që tjetë ja shkojnë 100.000 veta, ja 200.000 veta. Prap do të mbeten palestinezët. Në Gaza palestinezët do të mbeten. Pra nuk është se ndikon në një gjë të madhe. Akordet Abrahamike. Zgjerimi marrëveshje abrahamike nuk ka të bëjë me çështjen e Hamasit dhe me luftën në Gaza. Zgjerimi i akordeve abrahamike ka të bëjë me qëllimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës për të mbajtur nën kontroll dhe për të garantuar qetësinë dhe sigurinë e Izraelit. Pra asgjë tjetër. Pra Shtetet Bashkuara të Amerikës duke futur në akorde abrahamike, të cilat tashmë do të futen në këto akorde edhe Siria dhe Libani, do të marrin pjesë në këto akorde abrahamik, dhe që dje kanë filluar në Izrael billboarde të mëdha me foto, dhe në këto foto është edhe figura e presidentit në këto foto të këtyre akordeve abrahamike, pra në qendër është Trumpi dhe më pas janë gjitha vendet arabe, dhe këtyre vendeve arabe tashmë i shtuar edhe si figurë Ahmed Shara dhe presidenti i Libanit. Një nga kushtet që Trump e takoi ishte që pranonte marrëveshje. Pra dhe marrëveshjet abrahamike çfarë janë se vendet arabe, marrëveshjet abrahamike janë që vendet arabe njohin ekzistencën e shtetit të Izraelit. Pra, në këtë koekzistencë të përballë shtetit të Izraelit, pavarësisht se këto bien ndesh. Por kjo marrëveshje abrahamike bien ndesh me realitetin dhe bien ndesh me konceptin e vetëvendosjes së popujve. Dhe vetëvendosja arabe, për arsye se shteti i Izraelit është një shtet i cili është ndërtuar në mënyrë të jashtëligjshme në territore të pushtuara palestineze. Dhe ky akord abrahamik, pra këto vende arabe, në momentin që nënshkruajnë këto akorde abrahamike, pra njohjen e shtetit të, domethënë që këta nuk janë më që Izraeli t'i kthejë territoret e pushtuara izraelite. Pra ja njohin territoret e pushtuara palestineze, ja njohin Izraelit. Dhe prej këtij momenti ti ke që vendet arabe nesër nuk do të bëjnë asnjë lloj lufte kundër Izraelit. Pra garantohet e ardhmja e shtetit Izraelit mbi territoret të pushtuara të ndërtuar të marra jo ligjërisht dhe shteti Izraelit të ndërtuar jo ligjërisht në bazë të vetëm një rezolutës 181 të Kombeve të Bashkuara në vitin 48, e cila parë krijimin e shtetit të Izraelit. E qartë. Por jo në zgjerimin mbi territoret e pushtuara. Sot 70% e territorit të shtetit Izraelit që kontrollohet nga Izraeli është mbi territoret të pushtuara palestineze, të marra me dhunë dhe me genocid. Dhe ky akord do të thotë që këtë 70% të këtij territori t'ia njohin Izraeli. Legal. Zgjidhja me dy shtete dritan? Zgjidhja me dy shtete. Aktualisht po, është diskutuar zgjidhja me dy shtete dhe zgjidhja me dy shtete parasheh që të jetë shteti palestinez me qendrën kryesore shteti palestinez, pra kryeqyteti i Palestinës në këto territore që tashmë do të jetë Jeruzalemi perëndimor ose Jeruzalemi lindor, po në dalje të tij. Pra Al-Aqsa nuk e kanë futur Xhamin Al-Aqsa dhe çfarë bën kjo? Xhamin Al-Aqsa, e cila është xhamia kryesore, pra e dyta pas xhamisë pas Mekës, për nga rëndësia në botën islame, do të mbetet nën kontrollin territorial të Izraelit dhe nuk do t'i kalojë kontrollin territorial të shtetit palestinez. Sepse sot nuk është? Sot nuk është. Është në kontrollin e Izraelit. Sot nuk shkon dot atje. Sot palestinezët nuk hyn dot. Po, çfarë do të ndodhte se po pra ky shteti do të kemi këtë shtet të ndarë në Gaza dhe në bregun perëndimor, me qendër, pra kryeqyteti do të jetë Jeruzalemi lindor, do të jetë Jeruzalemi lindor, por pa përfshirë Al-Aqsën brenda. E qartë. Dhe kjo është një pavarësisht se ekziston ky shtet dhe ky shtet do të jetë i limituar. Pra në çështje të sigurisë ky shtet do të varet nga Izraeli. Pra ajo çfarë ideja është krijojmë një apartheid të ri për t'i mbajtur edhe 70 vjet të tjerë, pra kishim 70 vjet një apartheid. Nga 47 kemi 70 vjet një apartheid ndaj palestinezëve, të cilët janë ndërtuar, është i gjithë apartheid. Palestinezët të ndarë si në bregun perëndimor, edhe në Gaza jetojnë në apartheid, të ndarë në një burg të hapur të rrethuar. E njëjta gjë do të thashë. Po kjo zgjidhje me dy shtete janë Erdogani gati. Po kjo është mashtrimi që bëhet. Pra unë të kaloj, ulemi dritan se paga shumë e qartësuam. Pra unë të kaloj nga koncepti, pra këtë burgun në të cilin unë të kam vënë të jetosh,
Sot unë e quaj burg dhe ti e quajmë burg. Po prej nesër nuk do ta quajmë më burg, po do ta quajmë shtet. Po burg është. Po i rrethuar do të jetë. Po forcat e sigurisë izraelite do ta kenë rrethimin. Pra ti po prap do kesh një pasaportë mos mund dalësh prej tej. Sot nesër pasaportën do lëshosh vet, sot dokumentat i lëshon Izraeli. Ky është ndryshimi. Po burg është. E qartë, e qartë. E kuptoni, jemi pro ja. Ky burg, shikoni. Ky burg këtu. Pra, po ky burg do të ekzistojë. Pra me këto muret nuk do të hiqen. Pra do të jenë gjithnjë dhe kontrolli në gjithë këto teritoret nuk prodhon asgjë njoja për shembull e këtyre territoreve nga shtetet, nga SBA-ja, nga njoja pjesërisht do të kemi një njohje pjesërisht. Nuk do të prodhoj asgjë kjo. Do të kemi njohje pjesërisht, sepse është përcaktuar njohje pjesërisht. Jo kjo regjia se mirë ishim. Të dy shteteve. Pra njohje pjesërisht të dy shteteve do të thotë që mund të njihet Bregu Perëndimor, por mos njihet Gaza. Pra njohje pjesërisht. Dhe njohje pjesërisht pastaj kemi të bëjmë edhe me çështjet ekonomike pastaj, se si do të ndodhin. Okej. Pra thash, nga burg nuk do ta quajmë më burg, por do ta quajmë shtet. Por nuk do ndryshoj asgjë. Pra muret nuk do t'i shëmbim. Hyrjet e daljet në këtë shtetin e ri prap do t'i kontrollojë Izraeli. Prap do jemi në këtë. Ti vetëm thjesht do lëshosh dokumentat e tua, pra s'do t'i lëshoj më unë, do t'i lëshosh tuat. Po ti s'del dot pa lejen time nga ky burg. Nëse njohja e një shteti është prodhon besoj që prodhon edhe pasoja të tjera për qytetarët e këtij shteti. Nuk ka asnjë vlerë njohja e këtij shteti sepse ky shtet është totalisht nën kontrollin e Izraelit dhe është i gjithë i rrethuar nga forcat sigurisë izraelite. Kufirin e këtij shteti, pra në rast se nesër do të lejohet menaxhimi me Jordanin për shembull. Ky kufiri këtu. Bërja e këtij shteti, ky kufiri këtu, parse ju keni këtu. Këtu ka një rrip toke, i cili është e mbushur me izraelit, pra me kolonë izraelit. Në rast se dhe janë mbi territore të pushtuara të panjohura nga OKB-ja. Në rast se këta kolonët izraelit janë këtu, do të largohen nesër dhe ky kufiri do të menaxhohet nga shteti palestinez me Jordanin, atëherë po mund të themi që kjo do ketë prosperitet. Por në kohë që ti e mban të izoluar totalisht, pra për të dalë këtej, ky s'ka marrëdhënie me shtetin e Jordanit. E qartë. Çdo marrëdhënie do kalojë nëpërmjet territorit izraelit. Kjo do ishte problematike. Pra është problematike. Sepse rrethohesh absolutisht pra brenda burgut, pra po këtë burgun po e quajmë shtet. Dritan, kalojmë pak tek samiti i NATO-s, ajo që u vure ishte të paktën një sy kështu i pastërvitur, shikon që nuk ishte më Zelenski, le të themi, kryeqendra apo le të themi ai njeri protagonisti kryesor i këtij samiti. Si e vlerësove në raport me vendimin që gjitha shtetet përveç Spanjës morën për të rritur në 5% atë, çfarë do të prodhoj kjo? Shikoj, janë 3 shtete të cilat nuk pranuan rritjen dhe që do ta shohim, pra është Spanja, Belgjika dhe Slovakia. Këto 3 shtete e kundërshtuan rritjen në 5% dhe mbetet për të diskutuar në të ardhmen. Pra nuk është vetëm Spanja. Spanja refuzoi kategorikisht. Kurse Slovakia dhe Belgjika pjesërisht pra do ta për të ridiskutuar në samitin e ardhshëm. E para le të vim te ajo që thatë juve te Zelensi. Pra çështja e Zelensit ka një problem. Aktualisht e gjithë NATO ka mbritur në një pikë cilën e ka kuptuar që Ukraina nuk ka sot kapacitete që të bëjë ndryshim të gjendjes operacionale dhe të luftës në Ukrainë. Për arsye se Ukrainës i mungojnë 4 elementet kryesorë. Elementi kryesor i mungojnë ushtarët. Pra nuk ka forca ushtarake të nevojshme, pra ushtar, thjesht ushtar, ato që njihen si bajoneta, pra do rritet me bajonet. Nuk ka bajoneta, pra ushtar që të çojë në front dhe të plotësojë nevojat e saj për të arritur në një nivel operacional që të thyej këtë linjë të frontit. Sot mosha mesatare e ushtarëve, e ushtrisë ukrainase në front varion midis mosës 42 dhe 48 vjeç. Pra është shumë e madhe. E qartë. Është jashtë. Nuk ka ushtar. E dyta, ky është elementi i parë, mungesa e ushtarëve. Elementi i dytë është mungesa e zinxhirit komandues profesional. Pra në këto 3 vjet e gjys, Ukraina ka humbur një shumë të madhe të oficerëve dhe nën-oficerëve profesionistë për drejtimin e njësive. Po. Dhe mungesa e këtij zinxhiri komandues profesionist nuk të jep mundësinë e ndërveprimit të njësive në terren në nivele të ndryshme, pra vetëm në nivelin taktik, po jo në nivelin edhe operacional dhe në nivelin strategjik, sepse të mungon kjo, pra mungon zinxhiri komandues në terren. Sepse është eliminuar, është ezauruar gjatë luftës, një pjesë janë plagosur dhe nuk mund të kthehen më, një pjesë janë vdekur, një pjesë janë dëmtuar dhe s'kthehen, pra të gjitha. Elementi i tretë është kapacitetet
armatimit dhe municionit. Ukraina nuk ka sot kapacitetet armatimit dhe municionit që të arrit të organizojë ofensiva ushtarake. Pra në rast se do i kishte 2 të parat, i duhet kjo e treta. Dhe këto nuk i ka, për arsye se Evropa sot nuk është në gjendje që ta furnizojnë Ukrainën me të gjitha ato çfarë i duhen për të arritur për të ndërtuar një operacion në nivel operacional për të thyer një vi fronti ose për të ndryshuar situatën terren, sepse nuk ka këto kapacitete, pra që nga prodhimi i predhave, të artillerisë edhe të gjitha të tjerat, edhe që nga fishekët. Pra i mungojnë këto të dhe e katërta, i mungon baza industriale. Pra Ukraina nuk ka sot asnjë bazë industriale që të nisi të prodhojë vetë një sasi fishekësh ose diçka tjetër që të mund t'i prodhojë edhe në punishte të vogla, se ka këtë bazë industriale. Pra këto të katërta janë ato të cilat ty të vend kuptosh që Ukraina nuk është në gjendje të ndryshojë rrjedhën e luftës. Dhe për këtë arsye, Ukraina është lënë në plan të dytë ose të tretë dhe vetëm në aspektin që Ukrainën do vazhdojmë ta ndihmojmë, sepse as Evropa sot nuk i ka këto kapacitete. Evropa nuk i ka sot kapacitetet që të zëvendësojë ushtarët e Ukrainës, pra nuk është në gjendje që t'i mbushë mendjen evropianëve që mund t'i çojë ushtarët e vet të luftojnë në Ukrainë për Ukrainën kundër Rusisë. Sot nuk ka kapacitete që t'i zëvendësojë të zinxhirin komandues Ukrainës, sepse se ka kapacitet as Evropa të zëvendësojë zinxhirin komandues. E treta, nuk ka sot Evropa kapacitetet ushtarake në aspektin e prodhimtarisë të nevojave për armatim dhe municion që ka Ukraina, pra nuk i ka këto. Nevoja, pra nuk i ka të treja këto. Dhe e ka dhe Evropa nuk e ka sot bazën industriale për prodhimin e këtij armatimi, kësaj sasi armatimi. Pra është duke marrë vendim që të shtojmë sasinë e parave, pra shpenzimet industriale për të rritur këtë bazë industriale. 5%. Pra 5% duhet për të ngritur këtë bazë industriale për të rritur këtë sasi prodhimi. Pra as Evropa nuk i ka të duke mos i pasur këto. Nuk është në gjendje që t'i japë ndim dhe për këtë arsye e ka kaluar në plan të dytë, sepse deri tashmë e ka kaluar në plan të dytë dhe të tretë, por në aspektin që do të vazhdojmë t'i japim ato kapacitete të vogla sa ka për ta mbajtur gjallë konfliktin për 5 deri në 10 vjet, sepse Evropa parasheh që për 5 deri në 10 vjet, po kryesisht 10 vjet, të arrijë të prodhojë kapacitete të mjaftueshme dhe të bindi popullatën e saj. Totalisht, nëpërmjet gjitha lajmeve që ka bërë tash pra kësaj propagandës fashiste që ka ngritur gjatë gjithë kësaj kohe, që jemi në nivelet e fashizmit në Evropë, që ka ngritur në gjithë kësaj kohe, për t'i bindur që pas 10 viteve Evropa do të jetë e bindur se i ka kapacitetet ushtarake, pra të gjitha këto që folëm, të katra këto Evropa i ka pas 10 viteve dhe pas 10 viteve ajo do të hyjë në luftë në Ukrainë për Ukrainën kundër Rusisë. Pas 10 viteve. Pas 10 viteve. Prandaj mendon ta mbajë në 10 vjet në këtë aspekt, në plan të dytë dhe të tretë, duke i dhënë thjesht duke marrë një konflikt të hapur dhe duke i dhënë ato sasi armatimi dhe municioni dhe paraje sa për ta mbajtur gjallë Ukrainën, po jo për ta mbajtur gjallë sepse aq ka kapacitet edhe vet që ta mbajë gjallë. Derisa të bëhet gati. Derisa të bëhet gati. Dritan, po kjo 5% që domethënë se komentohet shumë, po unë dua ta kuptoj çfarë do të thotë kjo për NATO-n dhe pse kjo ka qenë kërkesë e panegociueshme për Donald Trump. Domethënë, për të kuptuar në terma të thjeshtë sa e rrit buxhetin e NATO-s ky 5% i avërsisht. Buxhetin e NATO-s, ky është 5% që rrit buxhetin e vendeve dhe jo buxhetin e NATO-s. Pra nuk bëhet lafë që këto para do të jepen NATO-s. Këto janë para, pra çdo vend duhet të harxojë 5%, e ka 2% të GDP-s për nevoja ushtarake, duhet ta çojë në 5% të GDP-s për nevoja ushtarake. Por ti kur thua 5%, ky 5% në realitet transformohet në një përqindje më të madhe në buxhetin tënd. Sepse aktualisht kemi Shqipërinë, pra në Shqipëri ky buxhet do të shkonte diku të rreth 1.7 miliard euro. Dhe ky 1.7 në raport me GDP-n që kemi 28 miliard, në 2025 ne kemi GDP-n, është 6%. E GDP-s nuk është 5%. Pra rritja nga 2% në 5%, në realitet ne harxojmë 6% dhe jo 5%. E qartë. Pra, kurse për shumë vende të tjera, për shembull për Danimarkën shkon 10%. Ky 5% që i rritjes shkon 10% në realitet në GDP-n e vendit. Po. Pra, dhe këtu është gjithë problemi që Trumpi ka vendosur hodhi një fjalë. Pra tha kështu se kështu themuna, pra në aspektin e narcizmit tipik amerikan. Dhe askush në NATO, me përjashtim të Spanjës, Belgjikës dhe Slovakisë, tash nuk hodhën në diskutim prit se neve duhet të rrisim sipas kapaciteteve, se 5% që tarifë fikse neve na fundos. Pra imagjinoni 6% e këtyre nevoja në Shqipëri do të shkojnë për nevoja ushtarake, po do të prekin shumë diçka tjetër. Po do hiqen nga aty do kalojnë. Po këto që do hiqen, pra do prekin pjesën tjetër të shoqërisë. Dhe të zhvillimit shoqëror. Dua se nuk e dia kemi kohë, prandaj po të them.
Si e shikon këtë, le të themi, Kosovën në raport me deklaratat e Donald Trump për sa i përket një mundësie apo ka qenë një situatë ku Trump deklaron se Serbia ka qenë gati për sulmuar dhe ne e penguam këtë, plus do doja edhe deklaratat e Erdoganit për sa i përket prezencës së NATO-s në Kosovë, që tha sa kohë t'jenë aty, kujtoj që aty sot është komanda turke që ka marrë komandën e KFOR-it. Pra, për sa i përket Ballkanit, si i vlerësove deklaratat e Trump dhe Erdogan në rastin konkret? Deklaratën e Donald Trumpit nuk e vlerësoj fare, se Trump është një narcist, dhe në aspektin e narcizmit, që është tipike shoqërisë amerikane, pra s'është vetëm ti, edhe presidentët e tjerë kanë qenë gjithë narcist, në aspektin që, Trumpi është një narcist që te kalon çdo lloj narcizmi, që unë shpëtova gjithë botën. Pra unë bëra këtë, unë shpëtova këtë, po mos kishim këtë, gjithë nuk do të çoheshim as në mëngjes. Okay. Dhe nuk ka ndodhur asnjëherë, pra Serbia nuk ka pasur asnjëherë dëshirën e ka. Pra dëshira nuk i mungon Serbisë për të rihyrë sërish në Kosovë. Dëshira. Këtë le ta themi, pra nuk ndalet kjo. Por kapacitetet ushtarake dhe realisht Serbia nuk ka pasur asnjëherë ndonjë plan konkret për të rihyrë ushtarakisht në Kosovë. Gjatë gjithë kohës që NATO ndodhet në Kosovë. Për arsye se Serbia ka një marrëveshje me NATO të bërë në vitin 1999, cila është marrëveshja e Kumanovës, dhe marrëveshja e Kumanovës përcakton të qarta ato pika. Dhe ka të përcaktuar që çdo lloj force ushtarake serbe që hyn në territorin e Kosovës duhet të hyjë me marrëveshje dhe me leje të posaçme nga komanda e KFOR-it në Kosovë. Por kjo është Kjo është e shkruar e zeza mbi të bardhë. Në rast se janë spekulime. Çdo lloj gjëje tjetër që ndodh thot pa leje të komandës KFOR-it, atëherë KFOR-i, jo komanda, po KFOR-i, atë drejtë dhe NATO kanë të drejtën ta konsiderojnë këtë në mënyrë tjetër dhe të marrin veprimet adekuate ndaj këtij veprimi. E qartë. Pra, nuk guxon Serbia të hyjë sepse do të hynte në një konflikt të pasur me NATO. Që ndron ajo që thot Erdoani. Pavarësisht edhe Erdoani pak në narcizmin e tij se rotacioni i komandimit të KFOR-it është rotacion, pra sot e ka Turqia këto 2 vjet, e ka pasur Italia, Belgjika, Anglia, pra tashmë që ka qelluar Turqisë, po kushdo që të jetë, është detyruar të zbatojë këtë marrëveshje dhe të qëndrojë kësaj marrëveshje. Pra, sot është Turqia, nesër do të jetë dikush tjetër, në momentin që kemi një tentativë të hyrjes ushtarake të Serbisë në Kosovë, automatikisht Serbia do të ishte në luftë me NATO-n, jo në luftë me Kosovën. Pra do të ishte në luftë me NATO-n, sepse KFOR-i është aty përpara se të themelojë shteti i Kosovës. Dritan, kisha përgatitur edhe diskutonin për këto avionët B-21 Raider, po nuk... Unë po ta them shumë thjesht, avioni B-21 Raider është avioni gjeneratës së 6 bombardues. Po, është avioni gjeneratës së 6, nuk është ky. Ajo është ai bardhi. Është avioni gjeneratës së 6 bombardues. Aktualisht ky avion është me kapacitete më të vogla se avioni B-2, kushton $800 milion ndërtimi një avioni të tillë. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë bërë plan të ndërtojnë 100 të tillë. Aktualisht janë vetëm 6 prototipe, pra në ndërtim e sipër. Është menduar që avioni i parë do të hyjë në funksionim total në nevojat të Shtetit Bashkuar të Amerikës si avion bombardues në vitin 2030. Pra deri në 2030 është në fazë eksperimentale dhe fazë trajnimi dhe testimi. Është më i vogël se avioni B-2. Kapaciteti i fluturimit të tij, pra është ai që u përdor. Distanca e fluturimit është 9000 km, kurse distanca e fluturimit me një mbushje, pra është 9000 km, distanca e fluturimit me një mbushje të B-2-shit është 11000 diçka kilometra. Pra kemi këtë ndryshimin. Nuk dihet sa është kapaciteti i mbajtjes së bombave, pra kjo është diçka sekrete dhe nuk është deklaruar deri më sot. Para deklarojnë thuaj. Do të deklarohet. Ja ky është. Por do të përdoret regjia, aty vetëm frenoje pak. Po, do të përdoret edhe ky njësoj me të njëjtat kapacitete si B-2-shi, pra do të përdoret për bombardime, për të lëshuar bomba bërthamore, për të lëshuar bomba konvencionale, për të lëshuar raketa të ndryshme. Po. Pra është më i vogël dhe më i shkurtër se sa B-2-shi, është në madhësi. Po, në madhësi është më i vogël. B-2-shi kushton 2 biliard. Ky është 800 milion dollar, B-2-shi kushton 2 biliard dollar, pra. Kjo është ndryshimi. Ky është i gjeneratës 6. Ky është i gjeneratës së 6, i padukshëm, pra stealth, i gjeneratës së 6 stealth bombardues. Avion bombardues. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë planifikuar të ndërtojnë 100 të tillë në mënyrë 100 po 100 të tillë që të zëvendësojnë edhe B-2-shet edhe B-52-shet. Ti heqen nga përdorimi deri në vitin 2050. B-2-shi është i gjeneratës 5 apo B-2-shi është i gjeneratës 4. 4.
edhe B52 që është i gjeneratës të 4. Ndërsa ky është i gjeneratës 6 që do të thotë që do të thotë që në aspektin e kapacitetet teknologjike janë shumë të avancuara që në aspektin e të menaxhimit të fluturimit, që në aspektin e pajisjeve dhe aparaturave të fluturimit dhe që në aspektin e mënyrës të fluturimit dhe të ndërveprimit